të mos vazhdon vepra më e madhe në Islam. Disa njerëz e pyetën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Allahut, cila vepër e Islamit është më e vlefshme? Dhe i dërguari i Allahut u përgjigj: ai nga gjuha dhe dora e të cilit janë të sigurt muslimanët. Hadithin e shënon Imam Buhariu. Vëllezër dhe motra, çfarë do të thotë kjo për ne? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na tregon se Islami nuk është vetëm adhurimi i dukshëm që shifet a shiqare. Nuk është vetëm namaz, nuk është vetëm agjerim, por është mënyra se si i trajtojmë njerëzit që jetojnë përreth nesh. T'jesh i sigurt me dorën dhe gjuhën do të thotë mos t'i bësh keq askujt me punët, veprimet e tua, me fjalët e tua ose me qëllimet e tua. Kjo do të thotë mos me i lëndu tjerët, qofshin me fjalë, shpifje apo dhunë. Kjo do të thotë të jesh një burim i paqes dhe i sigurisë për familjen tënde, për kojshit tu dhe për shokët, miqt dhe dashamirët dhe të tjerat. Kjo vepër, kjo punë është më e vlefshme se shumë ibadete adhurime tjera, sepse çdo adhurim që nuk përputhet me sigurinë dhe paqen ndaj të tjerëve është i mangut. Një musliman hakikat, i vërtet, është ai që e ndjen përgjegjësinë në çdo fjalë, përgjegjësinë në çdo veprim, duke i bërë botës përreth një vend më të mirë. Vëllezër dhe motra, le të kujtojmë këtë çdo ditë. Çdo fjali e butë, çdo ndihmë e vogël, çdo buzëqeshje dhe mirësi ndaj të tjerëve mund të jetë vepra, puna më e vlefshme që Allahu do ta peshojë në ditën e gjykimit në favorin tënd. O Allah, na bëj prej atyre që duan të mirën dhe nuk bajnë dëm askujt dhe bën që çdo fjalë dhe veprim, punë e jona të jetë i pranueshëm për ty, o Zot.